Moti i keq me rreshje të dendura ka përfshirë vendin që prej ditës së djeshme duke shkaktuar probleme serioze. Lumi Vjosa ka dalë nga shtrati në zonën e pazarit pranurës së Mifolit, si pasojë e prurjeve të larta. Niveli i ujit ka arritur 6.8 metra mbi nivelin e detit, ndërsa autoritetet paralajmërojnë familjet për të marrë masa paraprake dhe të qëndrojnë në gatishmëri. Në Gjirokastër, përmbytjet kanë përfshirë lagjen 18 shtatori, pas daljes nga shtrati të Porrojit të Ficos. Një 23 vjeçar u shpëtua mrekullisht nga zjarrfiksit në lagjen Puntori, ndërsa situata monitorohet nga strukturat e emergjencës. Rreshjet kanë shkaktuar probleme edhe në rrugën Kot-Sevaster, në fshatin Vajz, ku një shkarje e dheut ka bllokuar segmentin rrugor dhe ka dëmtuar 2 banesa. Fatmirësisht pa pasoja në njerëz. Policia ndodhet në terren dhe u bën thirrje banorëve të përdorin rrugë alternative. Situata vijon të monitorohet nga autoritetet, ndërsa qytetarët paralajmërohen të respektojnë udhëzimet e strukturave të emergjencës. Rreshjet e dendura kanë shkaktuar problematika serioze në qarkun e Kuksit. Të gjitha rrugët nacionale janë të qarkullueshme, por disa segmente lokale dhe ura përaqesin rrezik të shtuar, si ura e fshatit Orgjost, ku njëra këmbajtëse është dëmtuar. Për shkak të përkeqësimit të situatës, mbi 1000 banorë të 2 lagjeve rrezikojnë të izolohen dhe fëmijët nuk janë lejuar të shkojnë sot në shkollë. Segmenti rrugor i njësisë administrative Zapod, si dhe rrugët Cërnalev dhe Oreshk, vijojnë të jenë të bllokuara. Në bashkinë Tropoj nuk raportohet asnjë problem, ndërsa situata monitorohet vazhdimisht nga strukturat përkatëse. Në bashkinë Has, rezervuari Helshan 2 mbetet problematik, pasi poshtë ndodhet një objekt shkollor. I gjithë qarku furnizohet me energji elektrike, përveç Zapod, Shishtavec dhe Topojan, ku ndërprerjet vazhdojnë. Autoritetet u bëjnë thirrje banorëve të qëndrojnë të kujdesshëm dhe të respektojnë udhëzimet e emergjencës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për situatën e Motit duke ironizuar opozitën, e cila sipas tij ja ka faturuar qeverisë problemet e krijuara nga rreshjet. Në një postim në rrjetet sociale, Rama ndau pamje nga vende të tjera të Europës, përfshirë Italinë, Greqinë, Kroacinë dhe Malin e Zi, të përmbytura nga rreshjet e shiut, dhe ironizoi pse opozitat atje nuk fajsojnë qeveritë e tyre. Rreshjet e dendura kanë përfshirë qytete të shumta në vend, duke shkaktuar përmbytje, ndërprerje të energjisë elektrike, probleme me qarkullimin dhe pezullim të mosimit. Situata është veçanërisht problematike në Durrës, ku rreth 800 banesa dhe 10 biznese janë përmbytur, dhe në Lezhë e Kurbin, ku mbi 2300 hektar tokë bujqësore janë mbuluar nga uji dhe mosimi në disa shkolla është pezulluar. Instituti i Gjeoshkencave paralajmëron vijimin e rreshjeve dhe rrezik për përmbytje e rrëshqitje dherash, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën në të gjithë vendin. Lea Ypi vijon të tërheqë vëmendje në mediat shqiptare dhe në qarqet politike. Së fundmi ajo është bërë objekt diskutimi si një mundësi për një qeveri teknike, por vetë profesoresha ka përjashtuar mundësinë të drejtojë një post të tillë. Ypi ka theksuar se politika është pjesë e jetës së saj, por tani e prioritet kanë librat dhe puna akademike, ndërsa ajo vazhdon të analizojë sfidat e demokracisë dhe rolin e medias në vend. Së fundmi Ypi ka qenë e ftuar në Shtëpinë e Evropës, ku ka zhvilluar një bisedë me student, akademik dhe përfaqësues të BE-s, duke diskutuar tensionet midis idealeve evropiane dhe realitetit aktual. Biseda theksoi edhe rëndësinë e letërsisë dhe historisë për të kuptuar pushtetin dhe përkatësinë. Lea Ypi duket se gëzon respekt të gjerë, si brenda vendit, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare, duke e vendosur si një figurë të vlerësuar në politikën dhe mendimin publik. Lea Ypi ka folur në studion e Quo Vadis për raportin e saj me politikën dhe angazhimin publik. Pas rikthimit në Shqipëri, ajo theksoi se politika nuk është e përjashtuar nga jeta e saj, por aktualisht prioritet kanë librat dhe puna akademike. Politikën e kemi të gjithë, askush nuk përjashton asgjë, por tani kanë prioritet librat, tha Ypi. Profesoresha u shpreh se njerëzit shpesh lexojnë politikën si një show, duke u fokusuar tek emrat që hyjnë dhe dalin, dhe harrojnë se politika është një proces i forcave demokratike. Lajmi nis nga një e pavërtet dhe më pas zmadhohet, shto Ypi, duke theksuar rëndësinë të kuptuarit të politikës si një sistem ku demokracia nuk ndërtohet nga një individ, por nga bashkëpunimi i institucioneve dhe i qytetarëve. Pas arrestimit të Nicola Maduro dhe bashkëshortes së tij nga autoritetet amerikane, Venezuela vendosi të mbush vakumin në pushtet, duke emëruar ish-zëvendës presidente Delcy Rodriguez si presidente e përkohshme. Shumë pritshmëri për ndryshime të shpejta u shuan, duke përfshirë edhe ata që shpresonin në mbështetjen e SBA-s për lideren e opozitës, Maria Corina Machado. Sipas raportimeve të New York Times, administrata e Trump vendosi të mos mbështeste Machado publikisht,
duke vënë në dukje mungesën e saj të respektit nga klasa politike dhe elita ekonomike lokale. Marrëdhëniet mes Machado dhe Washingtonit ishin ftohur prej muajsh, përpjekjet e saj për dialog me Maduron nuk rezultuan të suksesshme, ndërsa mbështetja për sanksione të ashpra ndaj regjimit ftohue edhe lidhjet me elitën e biznesit dhe shoqërinë civile në Venezuelë. Në praktik, strategjia opozitares shtoi në ndërtimin e aleancave të gjera dhe nuk prodhoi rezultate konkrete. Ndërkohë, situata politike në Venezuelë mbetet e brishtë dhe e tensionuar me një ekuilibër delikat të pushtetit mes institucioneve ekzistuese dhe opozitës. Gazetari nga Kosova Leonard Kërquki njoftoi se është arritur një marrëveshje politike mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani për çështjen e presidentit. Sipas tij, Kurti do ta propozojë sërish Osmanin si kandidate për presidenten e Republikës së Kosovës. Deri tani nuk ka patur konfirmim zyrtar nga zyra e kryeministrit apo presidenca. Vjosa Osmani u zgjodh presidente e Kosovës në vitin 2021 me mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Kurti. Një kandidaturë e dy do tregonte vazhdimsi të bashkëpunimit politik mes dy figurave kryesore të pushtetit aktual në Kosovë. Mediat austriake i kanë kushtuar vëmendje Fatih Velajt, ambasadorit të Shqipërisë në Vjenë. Gazeta Salzburger Nachrichten ka ndërtuar një reportazh të thelluar për rrugtimin e tij, që nis nga puna si pjatalarës në vitin 1991 dhe vazhdon me arritje të mëdha në art, letërsi dhe diplomaci. Velaj është një artist ndërkombëtar i njohur si piktor, fotograf dhe shkrimtar me një stil të veçantë dhe origjinal. Për veprimtarinë e tij, ai është vlerësuar me tituj të lartë si Deri i Republikës së Austrisë, Kryqi i Artit i Austrisë, titullin profesor si dhe çmimin qytetar evropian nga Parlamenti Evropian. Si ambasador, Velaj ka ndërtuar ura bashkëpunimi mes përfaqësive kulturore dhe diplomatike në Vjenë, duke promovuar artin dhe kulturën si instrumente të dialogut ndërkombëtar. Ai është bërë një nga figurat kryesore që bashkon diplomacinë me iniciativat kulturore, duke fituar respektin dhe zemrat e institucioneve austriake dhe komuniteteve ndërkombëtare.